Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë flasim edhe me tutje për surën Muzammil. I kemi bërë disa meditime, disa ligjërata rreth surës Munafiqun. E kemi përfundu me ato meditime të cilat kemi arritur të nxjerrim e t'i pikasim ne vetë nga surja Saf, meditime të reja, mirë po gjithmonë përbrenda frymës edhe mendësisë së atyre të cilët na e kanë mësuar këtë gjë. Dhe kështu domethënë rrëmbimthi kemi fillu me meditimin e surës Muzammil. Surja Muzammil e synon domethënë formimin edhe ngjizjen e një bot kuptimi kështu i cili është vazhdimsi e mendësisë së pejgamberit alayhis salam për dalë pasaj tek surja Mudaththir, e cila realisht e urdhëron dhe drejt për drejt i thotë thirrësit se nga tash ti mo vetë se je në mejdanin e betejës. Pra teksa surja Muzammil ta mëson se si me u formu, se si mu përgatit, mënyrë që me qenë i gatshëm edhe me qenë ashtu i mund ndaj joshjeve për rreth, surja Mudaththir thot tash me qenë se unë ngjize, me qenë se u bone gati, ja ajo el Mudaththir. Atëherë tash ngritu. I përpara se të vazhdoj me surën Mudaththir, po du me nxjerr vetëm një mësim të surja Qalam. Pra surja e lapsit. Për dalë tek surja e shtaratit, ja ajo el Muzammil. Kur'ani është jemand çështjen veti. Duhet shumë meditim, shumë përsjatje, shumë kohë që njeriu të nxjerrë diçka nga perlat e tij. Me qenë se paraprakisht ai është i zbritur nga Allahu i Madhruar. Tek surja Muzammil, pra mënyra se si fillon surja është shumë e habitshme, është shumë goditse, nun, të shkronjat e arta, shkronjat sekrete, shkronjat me domethënie të fuqishme, me thirrje shumë unikale, mirë po për të arrit me nxirr drejt e sakt se çka realisht ngërthejnë duhet meditim edhe kohë. Wal qalami wama yasturun, pasi e tregon e mbron pejgamberi alayhis salam, i del karshi, i del krah, i del mbrojtje, e tregon cilësinë kryesore të tij që e personifikon, që e dallon e që është morali. Allahu pastaj po thot fasetubusiru wa yubsirun. Edhe ti edhe ata në vazhdimsi do të keni përballje. Sepse kjo fasetubsiru ti domon në vazhdimsi je kështu në gjendje gatishmërie, i vren, i dallon, je gjithmonë hazder, je gjithmonë kështu i vëmendshëm, nuk je asnjëherë gafil, nuk je asnjëherë kështu indiferent. U ju busirun, mirë po edhe ata në vazhdimsi kujdesen se çka do të thojnë ty, se si do të joshin, se çka do të ofrojnë. Ata e mendojnë mirë, nuk nguten, nuk japin lloj-lloj oferte. Oferta nuk është do si do. Është bajagi ofertë kështu, domon karrem i fuqishëm. Edhe për ta refuzuar kështu a priori duhet një herë mirë njeriu të jetë i ngjizur. Allahu pastaj thot inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Mirë po inna rabbaka. Zoti yt është ai i cili është më i ditur. Pra kur thot është më i ditur, i bie që ti nganjëherë mendon që ajo çështje ashtu e ka përfundimin. Ose kësaj pune kështu duhet t'i qasemi. Inna rabbaka huwa a'lam. Mirë po ai burimi i veprimtarisë sate duhet jetë Zoti i Madhëshëm. Lidhja me të, inspirimi prej tij, udhëzimi i tij e kështu me radhë, qëndrueshmëria e cila si burim e ka afërsi me atë. Biman dhalla an sabili. Ati i cili domon e ka humb rrugën, ai i cili e ka humb turuan. Pra, sikur na flasin këto ajete për konsistencën, qëndrueshmërinë dhe idealin. Rrjedhimisht Allahu pastaj po thot fala tuti'il mukaththibin. Me një fjalë mos u dëshpëro se çka thojnë dhe se çka paraqesin. Sepse pejgamberi alayhis salam, pra për shkak se është mbi gjitha qenie njerëzore, nganjëherë ka pas problem akuzën, shpifjen që ja kanë bërë ata për rreth. E Allahu po thot fala ose edhe ajeti wala tuti' kulla halafin mahin. Pra bëna sikur sot për shembull këta gazetarët, këta servilet, këta që shiten ose që janë shit lehtë
Nuk e dia Ivreni për shembull kur dalin në studio televizive se si flasin për Islamin. Wala tuti' kulli halafin mahin, dërtira që vjen sepse halaf e ka për qëllim ai që betohet. Halaf e ka pru domthon kështu na wazn që thonë me tregu se sa betohet ai shumë, vend pa vend, kohë pa kohë. Kështu përballë çdo kujt. Vetëm që ai del fitues, vetëm që ai të ketë fitim. Ai të jetë domthon ai fitim prusi. Kjo është domthon ai qëllimi edhe synimi i tij. Me një fjalë këta që dalin në studio, është më rëndësi vetëm që të rritet rroga, me ditja. Çka flet, çka thot. Se si drejtohet domthon shumicës muslimanëve atje në vendet tona, në trivat tona, nuk është më rëndësi. Qëllimi përfundimtar i tij është vetëm leku, vetëm meditja, vetëm pasuria, vetëm komoditeti. Këtu, tjera, halafin mehin, po pejgamberi alayhis salam e thënë se wa innaka la'ala khuluqin adhim, moralin e ka pas shumë kështu të vit kuqe, është ndije shumë keq. Kur janë drejtuar ashtu, ndoshta s'ka mujt me ja kthy domon atij betimit vend pa vend me një mënyrë të artikulum, me një fjalë e kanë mbushur kështu me shprehje, është ndije keq. Allahu thotë wala tuti'. Ke wala tuti' nuk i bën veç mos ju bën kuptimin me ndjek, mos ju bën të ndjenjave. Po u qëndrushum, mbaje vetëm. Pra mos ju bën edhe kësaj one dhe këtij karrimi. As njerëz as jetës. Dhe ndoshta në vazhdimsi nga mënyra se si Allahu po i qas pejgamberit alayhis salam, në vazhdimsi bëhet kështu një lloj konsolidimi dhe oni kërcënimit për ata që nuk i bindën së mirës dhe nuk zbrapsën. Allahu kur i thot pejgamberit alayhis salam wala tuti' ma hadha fala tuti'il mukaththibin wa innaka la'ala khuluqin adhim. Po na tregon atë kërcënimin e madh që domon i kanosen këta. Vetëse për këtë duhet durim, duhet qëndrueshmëri, ama fundi atyre dihet. Edhe fituesi i betejës vetëse është i njohur edhe për palën tjetër, sikurse ndodh në Palestinën tonë dashur. Fitoria dihet, përfundimi dihet, ama problemi është tek ne musliman. Pra teksa fitoren Zoti i Madhnushëm ja ka delegu umetit, edhe triumfin ja ka mishnu në shpirt e në gjenez palës muslimane, ka një lloj kështu paradoksi nga brenda, teksa ti habitësh se si e perceptojnë muslimanët edhe luftën, betejën, përballjen, se lërë triumfin e mboshtin e armikut. Mirë po, për këtë të tjerat, me lejen e Zotit do të flasim ligjëratën e ardhshme. Deri atëherë ju rujt i madhi Zot e faleminderit nga thellësia e zemrës.